Në Shtetet e Bashkuara filloi punën kongresi i ri i dal nga zgjedhjet e nëntorit. Ligjvënësit e rinj do të ndeshen shumë shpejt me një problem të vjetër, niveli i lartë i borxhit, si dhe me dy probleme të tjera pa aq delikate, kontrolli i armëve të zjarrit dhe reforma e imigracionit. Sekretarja e Shtetit Clinton doli nga një spital i New Yorkut ku për disa ditë ishte nën kujdesin e mjekëve pas një tromboze në kokë. Nxënësit e shkollës fillore Sandy Hook në Connecticut filluan mësimet pak javë pas tragjedisë që la 26 të vrarë në këtë shkollë si pasojë e një incidenti me armë zjarri. Personat pak mbi peshë ose disi obez kanë një rrezik më të ulët nga vdekja e parakohshme se personat me peshë normale, rezulton nga një analizë e afro 100 studimeve ndërkombëtare.